Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur është një mrekulli. Gjatë një diskutimi me një arbëresh, kuptova se në dialektin e tij, të folur në Kalabri, nuk përdoret fjala gjyshe dhe as gjysh. Në gjuhën arbëreshe, gjyshja është joshe dhe gjyshi është joshi. Ndërsa në dialektin tjetër arbëresh, të ardhur nga Arbanasi, nga Kroacia, dalmatët e dikurshëm, ata e kanë fjalën gjysh si neve. Tani, në momentin kur fillon dhe studion greqisht, e kupton ngjashmërinë e jashtëzakonshme të gjuhës arbëreshe dhe gjuhës greke. Në gjuhën greke, gjyshes i thon ja. Dhe mendohet se kjo fjalë vjen nga emri i perëndis Gaia, perëndia e tokës. Dhe është e vërtetë. Në gjuhën hityte, perëndia e tokës është gjithashtu edhe gjyshja dhe quhet Huhas. Kjo h quhet bashkëtingëllore e laringut, gjendet tek gjuha hitite, po gjendet edhe tek gjuhët semite. Në gjuhën greke kjo është zhdukur. Në gjuhën lyciane, në Azinë e vogël, është bërë e zëshme, gugas, gjyshe, edhe gjysh. Në gjuhën sanskrite është susa. Gjuha sanskrite është gjuhë e tipit satem, ku k-ja bëhet s. Kentum, fjala 100 në gjuhën sanskrite është satem. Pra është kategori tjetër, bashkë me gjuhën e Avestanit. Pra në këto dy gjuhë, gjyshja është susa. Kryeqyteti i perandorisë persiane ka qenë Susa. Do të thotë gjyshe, stërgjysh, çmenduri. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Emri gjysh është emri i perandorisë persiane. Tash ti në gjuhën vlehe, gjyshit i thon gysh ose guish, e cila lidhet me gjithashtu gjuhën vlehe, aush i thon gjyshit dhe vjen nga latinishtja avus. Pra edhe fjala avus e latinishtes e ka humbur hën nistore. Bashkëtingëllore e laringut, por kjo ka mbetur në gjuhën hitite, huhas. Në gjuhën lyciane, gugas, emri gygëve në Azinë e vogël. Gygët janë quajtur përbindësha, gjigant në mitologjinë hebreje. Kanë luftuar me perandorinë lyciane dhe kanë poshtur atë. Pra aty ku banojnë sot hebrejt kanë banuar dikur hititët dhe lycianët. Kjo është e vërtetuar në Bibël. Sipas hebrejve, ata e blenë tokën e hititëve. Nuk është e vërtetë. Pra, banorët historik të Palestinës kanë qenë indo-europian. Peleshet ose pelazgët. Pra, peleshetët përzihen nga semitët dhe vinë në gadishullin ilyrik. Dhe ato i thonë gjyshes huhas ose gugas. Kjo mbetet në gjuhën e dagëve dhe arumunëve guish. Në gjuhën shqipe gjysh. Kalon në gadishullin e Indis, tek indo-europianët atje, bëhet susa, gjyshe. Në gjuhën latine bëhet avus, gjysh. Pra, në gjuhën latine dhe në gjuhën greke zhduket h-ja e laringut, ndërsa në gjuhën shqipe bëhet e zëshme dhe në gjuhën lyciane. Pra, pelazgët janë peleshetët, që kanë ardhur nga Azia e vogël, janë përzënë nga fiset semite. E sigurt. Në fakt, perandoria hitite është shkatruar nga perandoria asiriane. Dhe këta hitit, pra, janë vendosur rreth viteve 1200 para erës sonë në gadishullin ilyrik. Gjuha e tyre është gjuha jonë. Disa pak fjalë që kemi ne janë fjalë të trashëguara nga gjuha hitite. Praktikisht gjuha shqipe është gjuha më e vjetër e shkruar indo-europiane. Pra nuk ka rëndësi se sa fjalë kemi ne nga gjuha hitite, ka rëndësi cilësia.
dhe fjala gjysh dhe gjyshe është huhas në gjuhën hitite, gugas në gjuhën lyciane. Shqiptarët pretendojnë që kjo është origjina e emrit kukës. Gjysh, gjyshe. Dhe tani, çfarë ndodh? Në gjuhën greke, g-ja bëhet j para një zanorie. Pra joshe e gjuhës arbreshe ka ardhur nga gjyshe. Por g-ja bëhet j në greqishten koine. Çfarë tregon kjo? Që arvanitasit janë në fakt një fis i lirë. Albanoi janë autokton, fjala gjyshe e provon. Dhe të njëjta ndryshime fonetike që kanë ndodhur në greqisht, në fjalën gjyshe ja ose huhas në gjuhën hitite, të njëjta ndryshime fonetike kanë ndodhur në gjuhën arbreshe, joshe, gjyshe, joshi, gjyshi. Të njëjtat. Dhe këtë nuk e ka mësuar as Majer, as Pedersen dhe as Jokli, se kanë kuptuar. Se ka kuptuar këtë as Kolet Sopalli, as Eqerem Çabej dhe asnjë nga akademikët e Shqipërisë. E kam kuptuar unë duke folur me një arbresh në TikTok në emisionin live. Duhet të merrni pjesë në emisionet live në TikTok, duhet të më ndiqni atje për një arsye të vetme. Në diskutimet, nganjëherë edhe më thyen, por unë jam shumë i duruar. Unë pres për intelektual, jo për njerëz të zakonshëm. Dhe kur unë arrit të gjej një diamant, do më thënë një arbresh, sepse ata janë diamant për mua. Kjo është arritja më e madhe në TikTok, prandaj ju lutem arbreshëve, më ndiqni në TikTok, kam shumë dëshirë, por kam dhe shumë besim tek ju që do më ndihmoni. Pra, duke biseduar me një arbresh në TikTok, kuptova që joshi, gjyshi dhe joshe, gjyshja, kam mësuar të njëjta ndryshime fonetike si në greqisht, ja, gjyshja. Ndërsa gjyshit ato i thon papus. Pra, g-ja është bërë j në gjuhën greke dhe në gjuhën arbreshe. Mirë, po arbreshet nuk e kanë shkruar gjuhën e tyre. Ata kanë filluar të shkruajnë në Itali mbas shekullit të 16-17. Nuk ka rëndësi data. Pra shumë më vonë se sa meshari i buzukut. Arbreshet kanë shkruar më vonë se sa ne. E tani do ju them diçka të tmerrshme. Arbreshet janë i vetmi popull që grekët kanë përzën. Kanë bërë holokaust, një lloj siç po bëjnë njerëz të shkretëtirës me palestinezët sot. Pra kanë shfarosur popullin arbresh. Grekët, arvanitasit që kanë mbetur në Greqi, pothuajse se kanë humbur gjuhën në trysnin greke. Dhe tani do ndodhi një revolucion mbas filmave të mi. Rilindja e popullit peleshet, hitit. Për fat mirë ne kemi të gjitha dokumentat e gjuhës hitite të shkruara në vitet e 1900 para erës sonë. Është gjuha më e vjetër e shkruar indo-europiane. Dhe fjalët në gjuhën hitite janë një lloj si në shqip. Për shembull, zamankur i thon mjekrës, smekra në gjuhën e lituanisë. Pra ka shumë fjalë identike në shqip dhe në gjuhën hitite. Pra gjuha shqipe nuk ka humbur, për fat të mirë. Dhe të gjitha huazimet që kemi ne nga turqishtja do t'i heqim dhe do fusim fjalë hitite, janë të shkruara. Nuk i ka asnjë gjuhë tjetër fatmirësisht, kështu që nëse ne i fusim në gjuhën tonë, asnjë popull tjetër nuk do thotë që na jepni tokat neve se po përdorni gjuhën tonë. Gjuha hitite është zhdukur. Domethënë gjuha hitite është bërë gjuha shqipe. Pra gjuha shqipe është e shkruar, është gjetur Rosetta Stone, e kam gjetur unë. Çfarë është Rosetta Stone? Është një gur i gjetur në Egjipt, në të cilin shkruhet emri një faraoni në greqisht, në gjuhën egjiptiane demodike ose popullore dhe në gjuhën egjiptiane të lashtë, dhe kështu arrit të deshifrohej gjuha egjiptiane.
Me të njëjtat metoda është deshifruar gjuha hitite sepse janë gjetur tekstet në gjuhën hitite dhe në gjuhën akadiane, gjuhë semite. Për fat mirë, janë gjetur dhe letrat e perandorëve hitit dërguar perandorit të Egjiptit, faraonit. Janë gjetur këto letra që shkruheshin në pllaka prej balte, prandaj janë gjetur. Të pjekura. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, fati na ka ndihmuar neve. Pra, grekët pothuajse na kanë shfarosur. Grekët janë demonët e racës indo-europiane. Qytetërimi grek është ngritur mbi fatkeqësitë e popullit arbëresh. Ne jemi arbëresh që të gjithë. I përkasim fisit i lirë albanoj, njerëzit e bardhë. Dhe tani studja etimologjisë thot që shqiptarët janë grek dhe grekët janë shqiptar. Jo, janë dy gjuhë të ndryshme. Në gjuhën greke kjo është ja, në gjuhën arvanitase është joshe, në gjuhën shqipe është gjyshe, në gjuhën arumune është guish, në gjuhën hitite është huhas, në gjuhën luciane gugas dhe në gjuhën sanskrite susa. Edhe në gjuhën e Avestanit, edhe iranianët janë vëllezërit tanë. Mos u bëni kundër Iranit se janë vëllezërit tanë më të dashur. Iranianët. Pra, kopje e fjalës huhas është gjysh në gjuhën shqipe. Guish në gjuhën arumune. Ose gjuha e dakëve, të ilirëve në daki. Por përsëris, etimologjia është bërë vegël e shfarosjes së shqiptarëve nga grekët. Por është përdorur kjo vegël që me krijimin e etimologjisë. Në fakt, vepra e Iliadës dhe Odiseas është redaktuar në Aleksandri nga Ptolemejt në një mënyrë të tillë që të përligjen të gjitha toponimet greke në Shqipëri. Pra duhen hequr që të gjitha. Grekët e kanë përdorur etimologjinë si armë kundër vendasve indigjen. Shqiptarët hitit. Dhe të thuash që grekët janë pellazg dhe pellazgët janë shqiptar dhe shqiptarët janë grek dhe grekët shqiptar, është krim. Është një lloj sikur të pranosh atë që grekët duan, njësimin e popullit shqiptar me popullin grek, pushtimin e Shqipërisë. Këtë duan grekët. Këtë do që të realizoj Eleni Koçaqi. Është agjente greke. Ajo thotë shqiptarët janë grek, grekët janë shqiptar, të gjithë jemi pellazg. Pra, kjo ide ka dalë nga qarqet më reaksionare greke. Kjo ideja e pellazgjisë. Iliria nuk është quajtur kur pellazgji. Pellazgjia ka qenë luginë e Thesalis. Quhet pellazgjia dhe vjen nga emri i popullit Peleshet. Këta të ardhur, pra që kanë ardhur nga Azia e Vogël dhe kanë sjell gjuhën hitite prandej. Pra, gjuha greke nuk është gjuha e këtyre peleshetëve. Grekët nuk janë pellazg. Peleshetët ose pellazgët e Thesalis flasin një dialekt të ngjashëm me gjuhën hitite. Dhe shkrimi i tyre shumë i lashtë se shkrimi i grek. Shkrimi i tyre është bërë me fjalë shkronja sumere, në pllaka prej balte. Por ne nuk jemi pellazg. Gjuha shqipe pra shumë e ngjashme me gjuhën hitite. Kemi fjalë të përbashkëta, por jo me gjuhën greke. Gjuha greke dhe gjuha shqipe janë dy gjuhë të ndryshme. Jemi dy popull të ndryshëm, kemi qenë të ndryshëm dhe vazhdojmë akoma më tepër të jemi të ndryshëm dhe sot e kësaj dite. Dhe të thuash që grekët janë pellazg, shqiptarët janë pellazg, të gjithë jemi pellazg, do thotë mohosh
fjalorin e gjuhëve indo-europiane, të mohosh arritjet e Akademisë së Vjenës, Akademisë së Berlinit, Akademisë së Londrës, Akademisë së Parisit dhe Akademisë së Romës. Të gjitha këto zbulime ti i hedh poshtë. Dhe i njëson popullin shqiptar me popullin grek. Kujdes nga sudet Jevgat shkatruan ekonominë shqiptare me firmat piramidale dhe po bëjnë gjithmonë dhe më tepër gjëra më të shëmtuara, po përpiqen të njësojnë popullin shqiptar me popullin grek. Jo, jemi dy popujt të ndryshëm. Megjithatë, fjala joshe ka pësuar të njëjta ndryshime fonetike si fjala jaja, gjyshe. Fjala jaja është e dyfishuar si rënjë në gjuhën greke. Pra varianti shqipes është më i vjetër, joshe. Por këto janë dy gjuhë të ndryshme, greqishtja dhe shqipja. Fjala joshe tregon që arbreshët janë autokton. Të njëjtat ndryshime fonetike në arbërisht kanë ndodhur dhe në greqisht. Varianti tjetër arbresh ka fjalën gjyshe dhe jo joshe. Si nuk i ka shkuar në mend një gjë tillë Joklit, unë nuk arrit ta kuptoj. Është kaq e thjeshtë. Ndoshta sepse atëherë gjuha hitite, kur Jokli po bënte fjalorin etimologjik të shqipes, gjuha hitite nuk ishte zbërthyer akoma, vetëm disa fjalë ishin zbërthyer dhe fjala gjyshe nuk ishte dalë akoma. Janë përdorur metodat e kompjuterike, domethënë të krahasimit të këtyre teksteve hitite dhe gjithmonë më shumë po zbulohen fjalë të reja dhe fjala gjyshe pra nuk ishte zbuluar akoma në kohën kur Jokli po bënte fjalorin e tij. Është gjetur tani. Dhe po e shfrytëzoj unë këtë fakt. Pra nuk është faj i Eqerim Çambeit, i Koles Topallit. Është mrekullia e internetit. Po të mos ishte interneti, nuk do ishte gjetur fjala arbreshe, joshe, nuk do kisha folur me arbresh live në TikTok, nuk do kishte lindur në mendimin tim shkëndija joshe dhe jaja. Ka ndodhur të njëjtat ndryshime fonetike, arvanitisht, greqisht. Por këta janë dy popull të ndryshëm. Pra këto dy fjalë, jaja dhe joshe, kanë pësuar të njëjtin ndryshim fonetik në krye të fjalës. G-ja para një zanore bëhet j. Është e pabesueshme. Është një mrekulli. Këtë film e kam regjistruar në dy telefona të ndryshëm, njërin në Samsung, tjetrin në iPhone, dhe një film do ta nxjerr në TikTok, tjetrin në YouTube. Por ju lutem, lidhuni me mua live në TikTok, pothuajse çdo mbrëmje dal aty, përpiquni të jeni të qytetëruar dhe pres sidomos për intelektual, jo për njerëz të rëndomt. Dhe sidomos jo për jevgat. Ju lutem. Mund të ktheheni në Pradesh po të doni. Rrugën e keni të hapur. Ju lutem, na lini të qetë. Mos na bëni grek, të dashur jevga. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, është zbulim epokal dhe lëvizja ime do kthehet në lëvizje politike, pres për krahjen e deputetëve, intelektualëve shqiptar për këtë revolucion intelektual. Ish studenti dhjetorit, krijuesi fjalorit etimologjik të gjuhëve indo-europiane.